Por ajo çka dua të them unë sot, që realisht mund të themi që mund të jetë edhe një lajm ekskluziv, unë kam zbuluar sipas burimeve të mia që Partia Socialiste ka një aplikacion, pra ka një faqe webi, nëse mund ta themi kështu, ku çdo koordinator i Partisë Socialiste ka akauntin e tij dhe e hap dhe aty ka regjistruar një Excel sipas zonës, njësisë, pra ku ai është koordinator i Partisë Socialiste dhe ka regjistruar të gjithë diasporën që ai pretendon që e njeh, se sa janë regjistruar, sa kanë votuar dhe sa e kanë sjellë zarfin. Ne mund ta kërkojmë edhe fare. Është kjo faqe që ti ke hapur këtu, që ma ke lënë gati? Kjo faqe me anë të pra identifikohen në sistem, thot, vendoset emri i përdoruesit, që në këtë rast i bie të jetë emri i koordinatorit, pra që ka një akaunt. Ja ku e kemi. Po, tani nuk ma të mendja. Ne futemi dot. Fjalë kalimi, po. Vetëm nëse ju keni një akaunt. Okej, ja u logove këtu. Pastaj çfarë ndodh në momentin që Jo, këtu logohen vetëm koordinatorët, vetëm ato që kanë hedhur të dhënat për diasporën. Ato edhin të dhënat, për shembull, marrim rastin njësia 4, ka koordinatorin për katës, futet dhe shikon sa nga kjo zonë jetojnë jashtë Shqipërisë. Sigurisht këtu hyn në punë dhe patronazhisti, sepse ai i bën të gjitha këto kërkime, se sa njerëz janë në diasporë, sa janë larguar, sa votojnë Partinë Socialiste, sa e kanë familjen këtu që janë mbështetëse të së djathës, të së majtës, ndjes, apo edhe të së djathës për të bërë ato krahasimet se sa shumë vota. Ne dim që Partia Socialiste është jo vetëm para zgjedhjeve, por një 4 muaj para zgjedhjeve është non-stop në punë me këtë strukturë që realisht është e pakonkurrueshme nga partitë e tjera dhe është denoncuar në fakt si diçka e padrejtë, është dërguar dhe pas herë në SPAK, por për këtë rast duhet të shohim nëse Partia Demokratike do të reagojë apo do të marrë ndonjë iniciativë lidhur me këtë, pasi është diçka që nuk është thënë më parë. Faqja e ka emrin vendi.im, faqja e webit dhe vendi.im mund ta kërkojnë të gjithë dhe ta shohin që ky është një aplikacion. Nuk dua të kthehem mbrapsht sepse më ikën faqja, por që gjithsesi ne ashtu arritëm që të hynim dhe ta kërkonim. Pra nëpërmjet webit. Mund gjesh veten këtu te listat e Excelit. Kush e di ka vendosur. Mund gjejmë të afërmit ton sepse ne nuk jetojmë jashtë, por mund gjejmë të afërmit ton nëpërmjet familjes. Vetëm për ata jashtë. Vetëm për ata jashtë, pra vetëm për diasporën. Kuptohet kjo rëndësi veçantë që i ka dhënë Partia Socialiste dhe jo vetëm dhe partitë e tjera fokuset e diasporës. Ne kemi parë që liderat në fakt më shumë janë pritur me entuziazëm jashtë vendit se sa brenda vendit. Ndërkohë që vetë migrantët apo shqiptarët që jetojnë jashtë artikulojnë që arsyet kryesore që pse kanë ikur ka qenë njëra qeveria djathtë apo qeveria aktualisht e majt, pra dhe duket pak paradoksale që pse gjitha janë entuziazëm, ku ndërkohë arsyet kryesore mund të kenë qenë pikërisht pjesa ekonomike, shëndetësia, sistemi dhe jo vetëm, mund të kenë ato që i kenë për arsim. Joshja e edhe Partia Demokratike, që të mos të bëjmë dhe një lloj krahasimi, të mos lëmë vetëm për Partinë Socialiste, ka pasur, por tek primaret, çdo kandidat që futej në primare kishte detyrim që t'i dërgonte partisë 300 emra që jetonin në diasporë. 300 emra. Dhe të merrnin emailin se janë regjistruar, pra të kishin screenshot emailin që këta shqiptarë që jetojnë jashtë Shqipërisë dhe që duan të votojnë në 11 maj nëpërmjet procedurës së diasporës, t'i dërgonin screenshotin e emailit që i ka ardhur nga KQZ-ja që po ju jeni regjistruar në këtë zgjedhje. Pra kjo është bërë gjatë primareve. Kjo është bërë gjatë primareve, ta mendonin kanë qenë gjithë kandidatët që kanë marrë pjesë, jo ato që kanë fituar. Pra kishin se detyrë e kanë pas si kusht, po. Imagjinoj tani se sa të mëdha mund të kenë qenë lutjet. Aman lutem, jep pak email. Apo jo, unë mendoj ato që nuk janë bërë fare, për shembull kanë ngelur jashtë primareve, që kanë dashur, kanë ngelur jashtë primareve apo që nuk i kanë futur fare në lista. Se sa të pesbatuar mund të jenë. 300 emra. Unë jam si ai që tha i kam në Facebook në një miftesa kështu për friends. Ose varet ku e ke fis. Ne që jemi te këto çështjet e Joshis, Arestina, kam kuriozitet fakt. Si shkoi giveaway i zonjës Kalaja? Kush e fitoi? Nuk fituesi do të shpallen. Fituesi. Merrni sa më shumë pjesë. Fituesi do të shpallen në 10 maj. Dhe ky është paradoksi me masë në 10 maj është heshtje elektorale, nuk lejohet asnjëra nga partitë që të bërë. Sa rita kuptoj, tani zonja Kalaja ka imituar Elon Musk me këtë çështje dhe ai atje ka bërë një giveaway, por jo kaq lokal, ka qenë shumë më i madh.
e bëri për përzgjedhje? Ai e ka bërë për përzgjedhje, për çështjen e votuesve që të shkonin të votonin sa më shumë, ndërkohë që zonja Kalaja, e cila në fakt, ka disa vite që është sigurisht aktiviste, por disa pak vite ka që është marrë me Partinë Demokratike dhe për këto pak vite do të shpërblej gjithë ata të cilët e kanë mbështetur. Po si funksionon përgjithsisht? I bie që fiton vota nëpërmjet këtij giveaway-t, pra si është si strategji? Tani si strategji, po pra ato të gjithë demokratët po mundohen të bëjnë një fushat në stilin amerikan, por harrojnë që jetojnë në Shqipëri dhe gjithçka duhet përshtatur me realitetin kur ti jeton. Nuk mundet që një politikan apo një kandidate për deputet ku në Shqipëri realisht janë të paragjykuar sa i takon qoftë pasurisë së tyre apo qoftë pasurimit të tyre gjatë politikës, nuk po flas këtu për zonjën Kalaja e cila nuk është se ka pasur ndonjë pushtet apo nuk është se ka pasur ndonjë pozicion që mund ta gjykojnë, po themi në përgjithësi politika se sa e paragjykuar është që nga veshjet, pra që nga veshjet e ministrës e deri tek makinat e tyre apo deri tek akuzat që hedhin ndaj njëri tjetrit për jetë luksi, pra dhe ti del në mes të fushatës dhe deklaron që do t'jap 1.000 apo 500 apo 200 euro. Tani aty thuaj që duhet komentonin, votoni Adriana Kalaja numër 1. Kjo ishte mënyra e përzgjedhjes për fituar, se çështja është që si ja vërtetoi unë zonjës Kalaja që unë kam votuar ose do të votoj për të apo si domethënë. Pra ti duhet të futesh aty, duhet të futesh në koment, duhet i bësh like faqes së saj, ti shtosh view faqes së saj. E ka për të kandiduar për deputete apo për të rritur numrin e followersave? Nuk tani ato mendojnë që po rritë numrin e followersave ke fituar, po harrojnë që në fund fare është vota ajo që futet koti votimit. Kështu që do duhet komentosh, je detyruar të komentosh aty votoni Adriana Kalaj, kështu që dhe pastaj fiton edhe ato çmimin e kështu që po ka pasur, nuk ka qenë vetëm kjo simbolika e fushatës, kjo mund të futet fakt në ato meme të fushatës, siç është edhe ajo Zeqineja e Fierit, edhe ajo është një rast tjetër flagrant që me një gjuhë gati bullizuese apo mëshiruese, po edhe tallëse ndaj zotit Bardhi, vijon të bëjë ato videot në rrjetet sociale, në fakt ndaj saj ka pasur një denoncim për shkelje të kodit zgjedhor, jo për rrjetet sociale apo për videot që ajo bën, por për pjesën se ka përdorur pra disa vajza të një shkolle 9 vjeçare në Fier, teksa tentonte të bënte këto videot me gallatë dhe me shaka dhe pritet që çfarë vendimi do të marrë KQZ, pasi siç e dimë nuk lejohet pra përdorimi gjatë orarit të shkollës apo edhe të nxënësve. Pak edhe në fund të programit pikërisht mënyrën se si po abuzohet në këtë drejtim. Por 52 komente. U futet direkt, te zonja Kalaja. 234 like. Pra gara duket e ngushtë. Me aq sponsor sa ka vendosur zonja Kalaja, s'qen ka asgjë, s'ka arrit asgjë domethënë me këto komente. Ka aty? Jo, dua të shoh këtu. Po, janë 52 komente janë. 52 komente. Kështu që për një giveaway nuk janë edhe aq shumë. Ata që kanë komentuar ndoshta kanë probabilitet lartë. Kanë kohë deri në 10 maj. Gjithsesi, mirë. Ditën e heshtjes zgjedhore. Po nuk lejohet, domethënë ajo do të realisht kjo gjë do t'i kthehet në bumerang. Do ta sillim. Shohim, mos komentojmë përpara, mbas edhe mund të ketë sukses. Nëse do të funksionojë pastaj do t'i themi bravo qoftë sepse ka zbuluar një mënyrë të re për të joshur elektoratin. Mirë.